dashur ndjekës të portalit Almak Press. Vazhdojmë me emisionet e radhës në Muhabet e Kulture. Sot me mu është doktori i letërsisë shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, zotëri Ejup Ajdini. Zotëri Ejup Ajdini, mirë se më erdhe. Mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për kohën që ndatë për të bërë një bisedë të ndjerë, do kisha thënë, mbi letrat shqipe, mbi letërsinë shqipe dhe mbi rrugtimin ton si kom shqiptar këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pasi ju jeni memoria e gjallë e evoluimit shkencor, do kisha thënë, të kombit shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ju vini nga fshati Shqipkovice. Keni doktoruar në Universitetin e Tiranës. Ma shpjegoni, jo shkurtimisht, por do kisha thënë, ma shpjegoni me pak fjalë këtë rrugtimin tuaj i cili është plot vlera. Rrugtimi i njerëzit nuk dihet nga vjen dhe nga shkon. Asnjëherë nuk mund ta paramendosh prej më herët se ç'do të bëhen. Dëshirat ekzistojnë të ndryshme. Por unë kam tentu që fakultetin në Prishtinë të ndërpres në gjysmë për të bërë mësues më shpejt për ekzistencë. Edhe kaluam deri në doktoraturë në Tiranë. Gjatë asaj periudhe pata një temë shumë interesante, ekskomunikimi kulturor dhe letrar të shqiptarët e Maqedonisë, që poenta kryesore e studimit ishin të zbulohen, të ndriçohen fenomenet të cilat kishte insistu pushteti me dekada për shkatrimin e kulturës shqiptare. Kishte përdorur lloj dhe metodash deri te bile azhësimi asaj që kishte ekzistuar. Për se gjatë periudhës së luftës e platforma e Partisë Komuniste të asaj kohe kishte qëndruar me një parolë kishte të drejtë se të gjithë popujt do të vendosin për fatin e tyre. Një lloj vetvendosje. Vetvendosje. Mirë po, mbas 48-s kjo ndryshoi. Dhe ajo afërsia e Shqipërisë me të Jugosllavisë u prish në 48-ën. Dhe u bën një kufi i çelikt. Dhe kështu ne mbetëm disi në mjerim. Lene që mbetëm në të ndarë nga trungu amë, por aty edhe filluan sanksionet për çdo hap që bënin intelektualët shqiptarë. Ata siç ndodhi rasti shumë i dhimbshëm, ndoshta më i dhimbshëm në historinë e shkrimtarëve botror me Sadudin Gjurën, i cili u dënua aq rand, pse në çdo seancë gjyqësore ai edhe thoshte ne do të luftojmë për të gjitha trojet etnike shqiptare që na i ka falë Zoti. Ne nuk kërkojmë të huajmë, pas një farë frige, çfarë guximi, çfarë gjatë leximit se komponua edhe një libër për 300 faqe për Sadudin Gjurën, kam gjetë materiale. Pastaj Voka nuk përmendej, Josit Bageri nuk përmendej, Mifit Shënajmeri nuk përmendej, pastaj studimet tjera që Menada, që është një kulturë ilire, pastër, e cila mbas disa vitesh as gjet edhe një në prezident. E të gjitha këto probleme unë i përmbledha në studimin tim dhe bëm një ndryqim. Do shta edhe shumë gjëra kanë mbetur pa u sqaruar. Po ky rrugtim ishte i bërgoste njerëzit, veçanërisht njerëzit e pendës. Njerëzit e pendës ishin të Po ato kanë paraqit rrezik potencial. Për rreziku, këtu e shifshin atë se ai nuk bëjtë njerëzit punëtore buqe si i duhen ato për prodhime, për sende. Po kjo ishte qëllimi. Dhe mosim në aspektin historik se shumë figura politike, shoqërore, intelektuale janë zhdukur gjatë gjithë këtyre periudhave. Mirë po, ajo periudha 4 vjeçare që ne i themi, i kemi thënë Shqipëria e madhe, ajo bëri një punë të jashtëzakonshme këtu. Bile unë dhe në gjatë mbrojtjes
dizertacionit kam pas problem. Se për ne ai lloj fashizmi Ishte dobi prurës në një për përformë. ne ishte rilindje. Se erdhën me qindra mësues nga Shqipëria. Ajo Në periudhë kohën e Ernest Kuliçit. po Ernest Kuliçi, për ne Ernest Kuliçi duhet të ngret përmendore jashtëzakonshme. Se pruni dhe ato krijuan edhe frymën kombëtare, edhe këtë gjenerat që përmenda me Sadudin Gjurën, që bën disa shkolla, ato frymëzon nga ata. Pastaj do shkolla në Prezren, edhe u krijua ajo bot kuptimi i rilindjes kombëtare, ajo fryma kombëtare për një shtet të përbashkët, një gjuhë të përbashkët, një kulturë të përbashkët, e pastaj tjetër ishin forcat e huaja që na bën në këtë gjendje me konferencën e Londrës e tjera kështu. Prandaj, kjo kulturë dhe për të thellë të mësuesët tanë, dhe mësuesët janë heroj të heshtër për mua. Ata krijuan, dhanë gjithçka prej vetvetes, e çat gjendjet, e çat rrogat të vogla, mirë po puna ka qenë e tyre e madhe. Misioni ka qenë shumë fisnik. Misioni ka qenë i shkëlqyeshëm. Edhe kanë ardhur deri që ne të krijojmë një universitet, siç është Universiteti Teton. Studiu ndërpres. Studiu ndërpres për të pasi që më ezauruat pikën e dytë që dësha të lidhem me punën e dizertacionit tuaj, pra traditën kulturore dhe letërsinë e ekskomunikuar, të cilët ju shumë mirë e shpjeguat. Ju keni qenë pjesë e Universitetit të Tetovës që nga koha ilegale. Për fat keq një shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, gjithsesi që jetojmë në Maqedoninë e Veriut, kemi qenë çdo herë ose siç është ajo shprehja e famshme kur Beogradi dëshironte të provonte diçka mbi shqiptarët, provat e para i bënte tek shqiptarët e Maqedonisë. Neve kemi pas një universitet fillimisht që nga politikanët e asaj kohe u quajtur foshnjë e vdekur, ndërsa sot unë aty ligjeroj si student i dal nga një universitet, si magjistër i atij universiteti, ndërsa ju jeni memoria e atij universiteti që nga fillimi i tij. Ne ja tregoni një rrugtim të shkurt në disa faza të atij universiteti, si u zhvillua, si u ngrit, dhe ku kemi mbri sot dhe realisht a e kemi përmbush idenë fillestare të krijimit të universitetit dhe a i kemi arrit pritshmëritë tona si kom shqiptar në këtë kontekst. Që për fitore më e madhe deri më sot për këto 35 viteve të demokracisë është ky universitet. Fitore më të madhe nuk kemi arritur. Janë bërë përpjekje edhe në fushat të tjera, mirë po ajo është shtylla që ne është një diell që ngroh këtë territor. Në ngroh gjithëve. Të gjithëve. Kjo. Mirë po, formimi e dim të gjithë, rrugtimi i këtij universiteti plot lakadreda, plot probleme. Kemi qenë edhe në ngjarjet në Reçic kur u vra Abdul Selam Emini. Ka mund çdo njërin ta kap aty, kemi pa me sy tonë. Kujtohet, unë kam qenë mbi pullas, mbi atë pllocin e vogël aty. Pastaj është ndoshta universiteti i vetëm në botë që ka ardhur me gjakderdhje. Nuk ka krijuar me kushte e standarde të nivelit shtetëror, kulturor, evropian, që ta kishim punën shumë më lehtë. Se do të kishte probleme, ajo është ditur. Se vjen një periudhë, dhe ne nuk kemi edhe një shoqëri aq e moderuar dhe të kuptojmë hallet se në çfarë gjendje ndodheshte universiteti në ato periudha të caktuara, ka ndodhur hinjëni ka dera, dërqeti ka dritare, kemi pas këto probleme, me po falë Zotit, to dekadën e fundit, mos edhe më shumë se një dekadë, aty a stabilizuar ma gjendja, ka marrë kahjen e vet. Partitë politike nuk shtin shumë hundë, me do një sistem të vogël, por ajo ka autonomin, ma krijon dita më ditë, krijon autonomin. Ka determinuar rrugën e vet shkencore. Edhe ka hecën drejt rrugtimit të vet shkencor, akademik dhe kombëtar në përgjithësi. Se si fillimet e para, kur është mbajtur në takimi i parë intelektualve, kjo ka rrjedhur nga Basia Kulturore Shqiptare. Në krye ka qenë Abdullah Mehmeti, që fatkeqësisht sot është në një gjendje jo të mirë shëndetësore, dhe kemi u thyer dera e komunës,
aty kom qenë, dhe hijëm brenda, se nuk në, policia gjithandej, kuptoheshte, dhe unë bajt ai kuvent, ai takim dhe e bom në krye aty u caktu Fadil Sulejmanin, i ndjeri që tani është me meritat e veta të jashtëzakonshme, dhe gjitha i proces shumë i vështirë. I vështirë veçanërisht me pushtetin. Kishte edhe me njerëzit tonë që mendime të ndryshme se nuk bëhet universiteti, nuk bëhet se universiteti punë e madhe. Skepticizmi i madh. Mirë po, çdo gjë bëhet nëse ajo që bëron nga populli dhe nga gjaku i popullit e do të bëhet dhe do të mbijetoj. Tjera gjëra mund të ndryshojnë, por ajo nuk ndalet. Përveç shkrimeve tuaja, keni kontribuar edhe si themelues i shoqatës, si klubi i shkrimtarëve ONU. Çfarë ju shtyn? Ideja është ku e merrni gjithë këtë energji për të shkuar përpara proceseve, se unë vetë kam qenë pjesë e disa proceseve dhe e di se janë shumë sfilice. Sidomos kur duhet të bashkosh disa koka intelektuale, të cilët ndonjëherë edhe mbizotron egoja, edhe lufta e egove bëhet e pashmangshme. Si keni arritur që menaxhoni dhe të jeni pjesë e këtyre proceseve? Se kërkon një vetë sakrifikim, një vetë mohim, do kisha thënë kështu. Që ne jemi gjenerat që jemi edukuar në këtë frymë. Dhe gjithmonë kemi menduar se vetëm me ngritjen e kulturës do të ecim përpara. Ashtu na ka mësuar edhe Neimi i Madh. Një popull pa zhvillim kulturor, sado që të mbrijë ekonomi, ai mund të bëhet pasiv. Ai mund të bëhet i dhënë mbas drogës, mbas alkoolit, mbas qefet të shfrenuara, mbas gjithçka mund të ndodhe. Po pa zhvillimin kulturor nuk ke komp, nuk ke shoqëri. Dhe ne duke ditur to edhe sakrificat, po unë qishtin Xhanës, kam qenë themeltar i shoqërisë kulturore Rexhevoka, që na ndiqte policia. Na thirrte në përzyrat e biseda informative të famshme informative, ku qish, mande disa parola e vinte dikush tjetër në hyllshin ne dhe tjerë. Pastaj formova edhe një shoqat tjetër, Menada, Art Menada, që ajo është si firmë imje, që më atë kam organizuar takimet poetike në shar 7 vjet, po për fat të keq këtë vit nuk më ka përkrahur Ministria e Kulturës, pse nuk e di, bën që të na ndihmoj më tepër se viti i 8, ne vetëm pa asgjë, që më vjen keq se ne jemi të lidhur me këto fenomene të kulturës, kurse për rasti me ONU-min, ndodhëm disa shoha kështu, me Dajmiljazhin e të tjerë kështu, dhe ishte një shoqëri tjetër në klubin 94, po kishte heshtur. Kishin kalu 17 vite, asnjë aktivitet, asnjë lëvizje, asnjë rësillësh i mandi, dhe bile fillun edhe të tallen me ne. Se ja, që ku mbetën këto. Edhe morëm një iniciativë, dhe për fat të mira, po për fat të lodhshëm, caktuan mu kryetar i parë i asaj shoqate, dhe me shumë vështërsi e kemi pasur regjistrimin, shumë dokumente, shumë gjëra, ndiqeshta andaj këndej, derisa arritëm, po edhe pa mjetet, me mjetet vetanake, prej xhepit. Si zakonisht ashtu u bëshin fillim. Ashtu u bëshin të punë, dhe tani mirë e bam një statut vetëm me 2 vjet. Se 4 vjet birokratizohet njeriu. Ku do që tjetë? Edhe në poshtetë, edhe ku do, a i mande lëshon ranjët edhe vështirë lëvizjen, është probleme, a me 2 vjet, s'ka që ka banë shumë dhe do të vrapuje të mbetet pak si nishan. Një testamenti. Një testament të lanë punë në vete dhe kjo pati sukses. Interesant. Se kaluan 10 vite dhe nuk patëm dhe një problem kështu madh. Herë kemi pas, po kemi bën mbi 100 aktivitete, ma shumë se 100. Të natyrave të ndryshme. Kemi fillu me kujtëmijet letrar, me shkrimtarët, artistët tanë të cilët nuk janë manë këtë botë. Kemi ba akademi për kujtëmuare. Në çdo muaj, në çdo 2 muaj, i kemi përfshirë të gjithë.
Pastaj kemi bën për festat e nëntorit, festat të tjera, revistën kemi botu, ende jemi në botime si për Plejada, pastaj kemi botu libra, falë Ministrisë të Kulturës, se ju e dini në atë periudhë, u ngrit pak ai se u ngrit ai kuota e parave që se di pak më herët 2-3% ishte puna jonë, ishte mërshme. Ne asnjëherë se në mbrishna për para 25%. Zoti Iup, përveç punës që keni bë, përveç angazhimit tuaj kombëtar, ju jeni edhe një ndër krimtarët më të rirë të trojeve tona. Shquheni për librat poetik si Një verë fola me hënë, Misteret e shpirtit dhe tashmë libri I fundit I juaj Simfoni Bjeshtri. Çfarë vendi zën poezia juaj në opusin e juaj të krimtarisë, të jetës tuaj artistike, akademike? Ndonjëherë a ka vuajtur kjo degë e jetës, nëse mund kështu të shprehem, kjo pjesë e jetës tuaj, shkaku I angazhimeve tuaja në gjithë këto procese të cilët I përmendëm? Apo kanë qenë një lloj frymëzimi të cilët e kanë ushqyer njëra tjetrën? Për fat të keq poezinë time e kam penguar vetë me aktivitetet të shumta, e veçanërisht me studimet. Se më shumë vepra shkencore kam, mbi 18, dhe 2 kam vepra publicistike, dhe janë 6 vepra kështu poetike. Dhe kjo ana shkencore ma ka marrë kohën e kësaj, të them drejtën. Pastaj edhe në gjatë krijimit tim, fillimet e para nuk mi botoshin si student. Kishim atë ndjenjen e patriotizmit, patjetër tash në një bark. Unë pa menduar shumë se pasojat që bie. Pasojat ose se nuk ta pranoj, edhe nuk mi pranoj, nuk mi botosh. Dhe rastisht I kishim bani për mbledhje poetike, po ndeti me vite, edhe u qel pak, mas 91-shit. Edhe një 3 muaj ditë vin qytet prej Katundit, shkoj te ndjeri Abdelaziz Islami, ti shofe. Vjen të randë, merë, që sot diqoj, nesër diqoj, bas nesër... Një lloj hezitimi. Edhe hezitim kishëm edhe një ditë vendosa. Dalë të dera, pas gjë Abdelazizi, unë kam bani krim para demokracisë, po ato ishin vështirë, me më se mi kanë bëtu pak flaka e vllaznimit të. Po që ishin me tema më të buta, si mërgjimtari, si do të tregime, Bredharaku. Mirë po, thash, të mos më bësh qejf. Tha jo, tha edhe me deshta unë nuk bëj. Se nuk bëjmë qejf, tha me artin, tha. Se të lam në rrugë, të so. Faleminderit. Unë me mendjen tim më mendova, që se I kam 3 poezit mira, më thot, do vazhdoj. Më thot, asnjë, e ndali, që aty merr fund. Mirë po, shumë precis, shumë burrat të mençur dhe të dashur dhe atletar dhe krijues dhe me filozofi kombëtare të thellë. I kishte lexuar se ishte edhe pak I smut për Sheqerit, Çinin e kishte të lidhur, po punëtor. Për 3 ditë domish të marrësh e ka shkruajt krejt problemet, sendet, gjërat, ku mungon çfarë analizën krejt, edhe aty më thotë se të 30 poezi ishin 24 të shkëlqyshme, një 15 shumë të mira, një 5-6 duhet ose ti përmirësosh ose ti hekësh. Mu duk se mu qëllë bota. Se shumë... E kam përjetu këtë. Kjo ishte ato fillimet e para. E tani arritura si mbas këtine kritikve që kanë bënë, se këm pas bështrimet mira, tash ndoshta subesoj shumë se do janë edhe përhatër. Do janë edhe janë subjektive. Po, janë subjektive, po kam botuar Misteret e shpirtit, para 12 vitesh, haikun. Haiku është një formë e poezisë e veçantë
që e krijojnë vetëm populli japonez. Edhe ajo ka strikte i ka vargjet. Vetëm me 3 vargje bëhet, vargu i parë është me 5 rokje, i dyti me 7, i treti me 5. Nuk ju pengova në sqarimin e haikut, që besoj se është shumë temë interesante për lexuesit tonë dhe është një lloj poezie që nuk lexohet këtu te ne, nuk shijohet sa duhet. Unë kam pas rastin si student i dizajnit dhe pas studimeve të punoj disa ilustrime për haikun japonez. Janë poezi të rralla me domethënie shumë të thellë dhe desha vetëm ndërlidhem që është një prej stilit të poezive që më shumë të adhuroj. Faleminderit, por unë 10 vjet jam marrë me këta. Se duhet çdo poezi përmbledhje në shqip, bëdome nga japonishtja dhe nga turqishtja, që Nazim Hikmetin aty e kom pa, që më kalon shumë përshtypje, se s'kom pa shumë botë kuptim për botën turka, kom qenë i barthën këtë drejtim, po ato më ringjallën. Edhe për japonishtën, letërsinë e parë nuk kishën ditur shumë. Kur i shoh këto e haikut, unë nuk i kapsëm fillim. 10 vite jam marrë me këtë dhe më lindi mu kjo. Më lindi si dëshirë. Edhe një natë më erdhën ide, edhe po i shkruajnë. Edhe u banja 20 haika kështu. E me këtë bisedoj unë, se janë dilemat më dhaja. Duhet ta njohë dikush lëndë? Bisedova me Ali unë, ishnë në të shturi, bonanim bashka të ligjeranin, thash profesor kështu, se me përvoj. Thash, lexoj këtu, ne si pas teorisë, poema është me 100.000 vargje. A këtu thot, haiku është një poem më vete. Kjo logjik, thash, tha, kjo është kështu. Tha si dilli, kur del majet kodës dhe e kapën këtë dunjan. Përsëri dhe praktikisht e është e vështirë dhe thuhet që vështirë bëhet edhe kritika për haikun. Se japonezët para 1000 viteve kanë shkruar. Dhe me një poezi të atyne popullore që mblan shumë përshtypje thotë njeriu me pallto të vjetër dhe pa lek në xhep, ai do jetë mësues ose poet. Dhe kjo më frymëzoi se si mbaj për një herë përmend me një lexim, po këtë e mbajta. Dhe thash kur e ka pas populli japonez këtë problematik. Ne sot e kemi. Mësuesi, poeti këto vujnë ajo në shpirti i kombit. Shpirti i abdell. Dhe në këtë gjendje. Si ka thënë Konfucio, do të thonë, edhe pse ka qenë pra mendimtar kines, pesha e mësuesit dhe e qiellit nuk matet. Nuk matet, kjo është. Pastaj kaloi një mbrëmje me profesor Selajdin Saliun, ai më i ri, po është i lexuar. Se tjetër nuk kishte njeri që mund kishte lexuar haikun. Me mente mora, takohemi, pim një kafe, tu e bisedu, edhe janë zoran që do haik që kështë në bëhë. Tash një frymëzim më ka marrë kështu, e mure shiqoj, tha dhe ta bi një liber, tha, me poezi tjera, tha, haikut japones, për këthime në Shqip. Atër thash, kje pas ma herë. Do të nuk kanë mund i vetë, po pas ka shqyqir që ka. Edhe tha, mos e ndarë këtë punë. Po e kam be një libër tjetër, rrjedhave të letërsisë të shtabutoj. Lene, tha, ajo do bëhet. Do bëhet, ajo është gati, do bëhet. Kjo, tha, ideja, basi kënisht të mbaj. Edhe tamam, një dimër, unë e shkrujta 306 haik. Po ma shumë të që më gëzoj, belen një shkrim në Tiranë, e ka ngrejtur shumë dhe e ka bu në nivel e ditë mbarë kombëtar. I ka dhe një peshën, dhe ka shkrujt një shkrim i bukur, nuk e di me një revist atje në Shqipëri. Dhe kjo ma shumë më gëzoj fakti se edhe në Shqip, të haiku im doli fiks që në japonishte. 7-5. Se shkrujnë haik edhe anglezët edhe sërbët edhe të qërë edhe ne ndoshta ma vonë kimi nisur, të një 30 vite. Në atë klubin e haikut në Elbasan që o formu. Por jo strikt të ne doli asë një shkrojnë nuk më ka dalë ma pak ose ma shumë. Shumë interesante. Do të citoj një haik që mu më kam ngelur në mbamendje nga kohë studimeve kur ligjeroshim. Ishte një haiku trisht. Thot, jeta e bukur si ves mëngjesi, por si ves mëngjesi avullohet.
E kupton, është e bukur, por e shkurt dhe avullohet. Po aty është thellësia. Thellësia. Se bile njënin pyeti, për shembull ke këtë haikun, mollë e bukur, krimbi në mes, gabim historik. E kam një haik që kështu. E tani bota e mollë e bukur. Po erdhe dhe sistemi komunist, i bukur e me konstitutë, me të gjithat mirat, am hini krimb. Dhe prishet. Edhe prishet. Pra ka qenë gabim historik. Ishte hava Adami në Parash, po u mashtrua i gjallja, i krimbi kuqe, edhe detyroj të hanë pëmën në ndalume. Edhe u prish krejt ajo botë e mrekullishme. Ose me një familje vjen një nusë e keqe, fillim me bukër e mirë, edhe shtif fesatin, prishet shtëpia. Pra, kjo ka një, do me thanje, ja me 1000 vjetë mund të qarkullojnë me gjithë sistemet, me gjithë njërë. Dhe një haik e shpjegon... Një haik, pra ndë japonezët shkojnë në shkurt, se s'kanë kohë shumë ato. Ato lezën shumë. U ikin zhurmove. U ikin gjanave pak kote e kështu. Profesor, keni botuar edhe vepra studimore me letërsinë për fëmijë, estetikën dhe poetikën e grave shqiptare në Maqedoni. Çfarë hapësire mendoni se zë ky dimension në studimet shqiptare sot? Që unë kam qenë me vetëdije i përkushtuar në letërsinë dhe kulturën shqiptare në Maqedoni. Komponua edhe për Fishtan, edhe për shkrimtar të tjerë, për Migjenin, filozofinë, absurdit, të gjitha, mirë po, 90% jam i orientuar në Maqedoni se këtu mungante. Bile libri ekskomunikimi kulturor dhe letrar të shqiptarët e Maqedonisë, ajo ka qenë gati në 97-ën, kam rritë të botohet në 99-ën. Besoj se është libri nga të parët shkencor në Maqedoni pas veprave të Alivishkos. Edhe ndonjë tjetër nëse ka mund ditë tretjen. Po kjo është që të nxjerrim sa më shumë atë të humbërën, atë të heshtërën, atë të ekskomunikume, se shteti ka dish të në ekskomunikuje edhe folklore. Ne s'kemi pas të kështu institut folklorit, të palet e kanë pas. Ne s'kemi pas institut letërsisë, ato kanë pas. Ne s'kemi pas universitet, ata kanë pas. Dhe më e keqja edhe që ato që kemi mund të kriju populli, edhe ato i kanë ekskomuniku. Dhe i kanë bulu pluni haresës. I kanë blu, ato i ka gjetë ashtu. Për shembull, me nëzi se këm gjetu në disa vargjet të poezisë, sa do din gjurës. Me një vend thët, me penë defletore për balë ignorancës do të marshën. Se ignorancën më të rrezikshme shetë populli, se ignorancën letë e blenë pushteti, se sa pushtetit i dish, ma do përgaditë e disi. Kom shku një verë për dramën Lal Bajrami, në Stru, në Durrës, në Kustivar, Prizaj, Teto, Vandej, Këndej, edhe kom gjithë në orë. Dhe Shazi Hoxha, kolege e ti, se i ka ekskomuniku, i ka shduk pushteti. Pa e si shoqe, si kolege pune, simpatin që ka pasur ndaj ti, edhe se e ka rujtur, edhe arrita të zbuloj, të ndryqoj këta, edhe botova. Ba e s'ma dha se ja kom dhanë, thët dikujt, ma heret, po se ka botu, po përmendi emna se... Një farforme ka kesh përdor besimin. Se nuk, emna nuk përmendi. 2 vetëve, bile njënit politikan, njënit kështu, edhe thash unë i botova, i rash në gjuhë, ju botova, thash se unë do ta botoj. Se kishim edhe pjesë të dizertacionit, të zhdukurat, të gjanet. Dhe arritëm dhe e botom. Pastaj edhe dashmën shqiptare, e ndryqum, po të e njajta, por ajo në fillim tha, do të rrujmë tha se e kom ponu me nxënësit, po kur sa është vepra ime. Se përndryshëm të dinë se sa do të gjuru, sa të nuk lanë, nuk të pengojnë. Pastaj në pjesë kom gjetë të fejesës në gjep dramës, të një autorit, Remzi Qoku, i cili si nxënës i tij ka lujt një rol në atë periudhë. Edhe ato pjesët i kemi mbledh, sa kemi mund, me mu, do të thotë 4 vite,
jemi marrë me këto probleme. Profesor i nderuar, jemi në kohën e pakohët, disa e thunë kohë e arritjeve të mëdhaja teknologjike. Në këtë kontekst, publicistika ka humbur peshën e vetë në kohën digjitale, në arritje teknologjike, e ka ndihmuar publicistikën, shpërndarja e informacionit, qasja e njerëzve deri tek informacioni. Sot shembull shumë më lehtë mund të gjendet një libër, një titull, një tekst i cili na intereson, një informacion. Në këtë kontekst, si e shihni ju? Kjo shqitohet në të dy anët. Njëna është ana e mirë se informacioni bëhet i shpejt. Dhe gjithë materialet e botës i ke aty. Çka të intereson mundesh të gjejsh. Mirë, por nga ana tjetër, unë mendoj, sipas meje, njeriu bëhet mekanik. Bota shpirtërore e njeriut thahet, do të them zhduket, po thahet. Njeriu mbetet një qenie kështu e ngurtë, pa përjetimin shpirtëror, pa angazhimin pak më të madh të arsyes, se të gatshme, nuk krijon vetë arsyen për gjërat që ti kombinoje gjithandej. Pastaj ajo është shumë e lodhshme për shëndetin, çka kam lexuar unë, informacioni këto mobile, këto çfarë janë laptopa të ndryshëm, të janë veçanërisht për botën e rinisë, për syt, për gjërat. Dhe nëse njeriu nuk lexon, të ketë librin para vetes, të ketë gazetën, të ketë ajo krijon edhe fjalore. Interaksioni. Interakcion të ketë mes vetit, të ketë një ajo është kënaqësi, e rush me vete. Ato e ruan që tërkush. Ti e shkush ja marrësh diku tjetër që e ruan dikush. Ti duhet ta rush tanden, ta kesh me vete, në xhep ta kesh librin. Ku do që të ndalesh, ta ngresh fjalorin, e pushosh që këtu. Pastaj vazhdojsh, ndalesh mendosh, meditojsh. Sepse njeriu humbon meditimin, mbetet i pa shpirt. Edhe sot e shohni shkenca si mbrëmje, kur flen njëri ti duhet ndalesh dhe të meditosh. Dhe ta krijosh visht të meditimit deri te një gjë e bukur. Edhe atëherë ti të zanë gjumi. Vish, meditosh, vish, edhe humbesh te bota e bukur. Se gjërat janë shumë të lodhshme në jetë, shumë problematike. Nëse një kohë mendimtarët bënin ftesë për më shumë lexim, gjithësisht për më shumë qasje në informacion, sot është bërë trend që t'i ftojnë njerëzit që të shkyqen nga aparaturat, themi, nga kompjutorët, nga telefonët, dhe t'i japin më shumë rëndësi atij lloj meditimi, pra atij bashkëbisedimi me veten dhe njohjes së vetes. Profesor, për fund një pyetje më emocionale, do kisha thënë, më personale. Me tan këtë trashëgimi që keni në kontekst letrar, shkencor, pedagogjik, akademik, si do të doni që të kujtohet emri juaj nga brezat e ardhshme? Që këtë do të vendosin vetë ata. Por një ide e keni? Unë mjafton ata të thonë vetëm falenderit që patëm një njeri i cili u kujdes për ndryqimin e kulturës shqiptare, për krijimin e kulturës shqiptare, për zhvillimin e letërsisë, shtatë dheut, frymën kombëtare në këtë drejtim. Mjafton mos na bëjnë me gisht, si që bëhat disa... Unë besoj që ju jeni ndër të paktët të cilët keni trasu rrugën e gjeneratës së re, jeni ndër të paktët të cilët keni punuar me vetmohim për të nxjerrë në dritë gjithë vlerat që kemi kombëtare, intelektuale, të këtyre shqiptarëve në këtë pjesë të Shqipërisë. Dhe besoj që edhe ashtu do ju mbajnë mend, në të ardhmen e largët shpresoj. Ju urojmë shëndet, ju urojmë suksese dhe ju urojmë vite të gjata pune akademike, pasi që në një moshë të caktuar njeriu fillon edhe më shumë
mendon për trashëgiminë e vet. Edhe unë kam arritur të harxoj dekadën e 4 dhe të futem në dekadën e 5 të jetës time dhe shoh që ideja, detyrimet që i japim vetes fillojnë të ndryshojnë në mënyrën se si e perceptojmë dhe se si kërkojmë që bota të na njohë neve. Unë ju falenderoj në emër të ekipit të Almak Pressit për kohën që keni nda, për punën që keni bë gjatë gjithë kësaj kohe, dhe ky lloj emisioni është një lloj falënderimi ndaj jush dhe ndaj gjithë atyre si ju që kanë qenë pjesë e një procesi shumë të rëndë historik për shqiptarët. Nëse rilindasit tanë kanë funksionuar në atë kohë që kanë qenë, unë besoj që nuk bëj gabim kur them që ju jeni edhe rilindasit e fundit, të cilët keni punuar për ta iluminu këtë pjesë të shoqërisë shqiptare, këtë pjesë të kombit shqiptar. Përmendëm të parët e kombit të cilët janë vetë sakrifiku për të mirën e arsimit dhe ngritjes së kësaj pjese të shqiptarëve. Andaj edhe njëherë, pa mos e zgjatur shumë, ju falenderoj shumë për kohën, për mundin, dhe ne emën të gjithë stafit ju urojmë vite të gjata jetë pune. Falenderit shumë për ftesën dhe gjithmonë vetëm rilindja kombëtare përpara dhe në shpirë. Falenderit shumë, shumë falenderit. Të dashur shikues të emisionit, gjithësisht të podcastit Muhabete Kulture, deri në takimin e ardhshëm, mirupafshim.